Ashtu siç përcillet se në kohën e Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, Umeri dëgjon nga larg duke qenë se mbizotronte qetësia e natës, por dhe qetësia publike, pasi nuk jetonin kohët që ne jetojmë me zhurmat e makinave dhe mjeteve të ndryshme të cilat na rrethojnë. Dhe dëgjon nga larg se si në një shtëpi njerëz të gëzuar, pra gëzonin, qeshnin dhe në haret plot me njëri tjetrin, dhe Umeri radhiyallahu anhu, i cili mendon se po bëjnë ndonjë haram, pra janë mbledhur në një mbledhje, ndonjë tubim, rujna Zot, pirja alkooli. Thot shkon dhe troket derën e këtij personi, dhe troket me të fortë, sepse i sheh, pra domethënë nga larg ose nga afër kur afrohet, i sheh që kishin goda. Thot dhe pasi e troket derën me të fortë dhe personi e hap, thot çfarë po bëni? Thot Omer, a jam në shtëpinë time apo nuk jam në shtëpinë time? Thot në shtëpinë tënde je, po çfarë po veproni? Thot një gëzim që i kishë mbledhur ata, po nuk kishte të bënte fare, as nuk kishte alkool dhe asgjë. Thot ju kërkoj ndjes, domethënë se mendova se mos vallë po konsumonit alkool, domethënë nga mënyra se si po qeshnit, mënyra se si po manifestonit, mendova thot se po vepronit alkool. Thot Omer, po ku je ti me parimin që duhet mendosh mirë për tjetrin? Pra Umeri radhiyallahu anhu është ai i cili ka thënë, edhe sikur ta shoh një person të ngjitur mbi majën e një shkëmbi ose mbi majën e një mali që u drejtohet njerëzve me thirrje të mëdha, me zërin e lartë, duke thënë un jam Zoti juaj, do thoja që ai ka për qëllim këndimin e ajetit kuranor ku Zoti i gjithësisë thot, përcjell domethënë fjalën e faraonit, ana rabbukumul a'la, un jam Zoti juaj i lartësuar. Thot, dhe nëse do ta shihja një person me mjekër të madhe, nga mjekër e cilit kullon ver alkool, nuk do thoja që ai po pin alkool, por do thoja që dikush ja ka derdhur, domethënë, ose ja ka hedhur atë gotën e verës në fytyrë dhe nga ajo po kullon. Pra, që këshilla e iniciuar nga Umeri radhiyallahu anhu kthehet në një qortim të pa bazë, e cila jep një impakt tjetër. Pra, nisesh të veprosh një vepër të mirë, duhet ta finalizosh atë.